Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake ishte në kundërshtim flagrant me Kushtetutën. Paralajmërova gjithashtu se nëse mazhoranca do të këmgulte në këtë rrugë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do t'ja nënshtronte atë kontrollit të gjykatës kushtetuese të Republikës Shqipërisë. Ky paralajmërim nuk ishte për të bërë politik. Ishte një paralajmërim real dhe i sinqert i 50 deputetëve të përgjegjshëm të Kuvendit të Shqipërisë. Ajo ishte përpjekja e fundit për të ndalur shumicën parlamentare që të mos përfshinte edhe marrëdhëniet më të rëndësishme strategjike të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një procedurë antikushtetuese. Opozita kërkoi gjatë gjithë seancës plenare respektimin e afateve kushtetuese, të drejtës së deputetëve për t'u njohur me aktin që do të votonin dhe të standardeve që vetë gjykata kushtetuese ka përcaktuar vetëm pak muaj më parë në vendimin e saj për procedurat parlamentare të ndjekura në miratimin e rregullores të Kuvendit. Paralajmëruam se një procedurë e tillë nuk e zgjidhte urgjencën e pretenduar nga qeveria, por vetëm sa do ta zgjaste atë sepse do të bënte të pashmangshëm kontrollin kushtetues të saj. Edhe para seancës plenare, në komunikime institucionale me kryetarin e Kuvendit, kërkuam që kjo rrugë të ndalej. Kërkuam të respektoheshin afatet, të mos mohoheshin të drejtat kushtetuese të deputetëve, përfshirë të drejtën për t'u njohur me projekt ligjin dhe relacionin shoqërues. Për të qenë i sinqert deri në fund, më duhet të pranoj se në këto komunikime morëm mirëkuptimin nga kryetari i Kuvendit për shqetësimet e ngritura. Për fat të keq, në fund nuk vendosi as kushtetuta, as arsyeja, as mirëkuptimi. Vendosi urdhri politik i Edi Ramës, duke kthyer edhe një herë Kuvendin në noter të vendimeve të qeverisë.